Teatri Teuta nga Ulqini është rikthyer për të dytin vit me radh në skenë me komedi Buongiorno, duke sjellë sërish para publikut ulqinak një shfaqje të dashur dhe të mirëpritur. Kjo komedi e mbushur me ritëm të gjallë, humor të natyrshëm dhe kthesa të papritura, trajton situata të përditshme që ndërthuren me marrëdhëniet mes miqve, sinqeritetin dhe momentet komike që lindin nga jeta e zakonshme. Pikërisht, kjo ndërthurje e humorit me mesazhe të lehta reflektimi e ka bërë Buongiornon një nga shfaqjet më të pëlqyera të repertuarit të teatrit Teuta. Rikthimi i saj në skenë për të dytin vit me radh me të njëjtin rol dhe me të njëjtat energji artistike është pritur me interes të veçantë nga publiku, i cili ka mbushur sallën dhe ka shoqëruar shfaqjen me duar trokitje dhe reagime të shumta pozitive. Regjizorja shfaqjes theksoi se rikthimi i Buongiornos për të dytin vit me të njëjtin rol ka qenë një sfidë e bukur artistike, duke synuar që energjia dhe emocionet të përcjellin edhe më fuqishëm tek publiku. Egzona jam mirënjohëse pafund të gjithë atyre që ishin sonte dhe në fakt u dëshmua edhe një herë që ky publik në fakt po na beson plotësisht. Jam e lumtur për gjithë ata që sonte ishin dhe edhe pse hera e dytë kjo sallë ishte e mbushur. Për fat keq nuk kam shumë fjalë sepse i tham gjitha sonte, si në rreshta si mes rreshtave, por në fakt jam shumë e lumtur që ky rrugtim nisi kështu, plot humor, plot duar trokitje, duke shpresuar që kështu do vazhdojmë dhe të mirëpritemi edhe në Kosovë dhe në Shqipëri që në fakt nuk e dëshoj këtë. Cili ishte ai mesazh kryesor që kjo shfaqje donte të përçonte për publikun ulqinak, posaçërisht po ashtu edhe për publikun shqiptar? Pat shumë mesazhe, por ajo e cila ndoshta në një farë forme ishte triumfi është që të jemi të sinqertë, më së pari me vetveten. Kur jemi të sinqertë në të vetin, aty do jemi edhe më rehat, edhe më të tjerët. Le të jetë kjo një kohë, një periudhë ku të reflektojmë së pari me vetveten, pastaj edhe me miqt dhe me shokët tanë. Skenografja u shpreh se skena është menduar për të pasqyruar atmosferën e përditshmërisë me elemente të thjeshta, por domethënëse që i japin jetë çdo momenti komik dhe dramatik. Shumë mirë, akoma kemi emocione, kemi menduar që pas një viti të rikthejmë do të kemi më pak, por sonte më duket një rikthyer përsëri, ndoshta edhe 2 herë më shumë. Është gjithmonë bukur kur sheh fytyrat buzëqeshura dhe që arrihet në nivelin e duhur ai që donim të përcjellnim unë dhe Edina. Ishte si hera parë sonte apo? Mendoj që ishte e njëjtë, thjesht 2 personazhe kanë ndruar, ishte edhe pak më lezetshme sepse ka pasur fytyra të reja, pak ndoshta ndonjë gjë pak më ndryshe, por çdo gjë shkoi perfekt si herën e parë. Mendoni që edhe në këtë turneun që do ta keni në rajon do të jetë kështu si sonte? Shpresoj shumë që ta mirëpresin të gjithë qytetet e tjera, dhe mendoj që do ta mirëpresin, sidomos me Prishtinën nuk e vjen në dyshim, jemi studentë të atij vendi, jemi krijim le të themi i atyre, por dhe Shkodra dhe Tirana janë 2 vende të cilat nuk është që hera parë jemi duke u paraqitur, por në mënyrë më profesionale po është hera parë dhe besoj që do kemi komente shumë pozitive dhe do mi pritet po ashtu si në Ulqin. Ndërsa producenti vuri në dukje rëndësinë e vazhdimësisë së projekteve teatrore, duke theksuar se suksesi dhe rikthimi i kësaj shfaqjeje janë dëshmi e përkushtimit të trupës dhe mbështetjes së publikut që e mban gjallë teatrin. Publiku e tregon se sa jemi të kënaqur, pra, dyta herë që ne e mamë të vërtet Buongiornon dhe jam shumë i kënaqur mos i vjetës që e kemi rikthy. Dhe ky është fillimi sepse prej sonte fillon dhe vazhdon. Kam shumë emocione sonte si asnjëherë sepse bëhet fjalë për Edinën edhe jetën të 2 regjizorëve dhe artistët jashtëzakonisht shumë të mrekullueshme të cilën kemi vënë përsëri në skenë Buongiorno. Jam shumë i lumtur, publiku ka pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Jam shumë i kënaqur dhe ajo që ish më shumë që jam i frymëzuar është që ne shkelm në për teatrat shumë të njoftur në momentalisht edhe të Kosovës dhe Shqipërisë, ashtu si kjo ka dëshmuar që na me të vërtetë kemi bërë një shfaqje jashtëzakonisht shumë mirë. Jam shumë falënderues gjithëve të cilët me të vërtetë na kanë mbështetur për realizimin e kësaj shfaqje, sponsorët tonë sepse ky është një udhëtim që me të vërtetë ka një kosto. Kështu që shumë i falenderojmë gjithëve, do të kem rastin edhe me emra ti përmendin, por s'po i përmend sonte, por janë shumë me të vërtetë dhe
ato na frymëzojnë, na majnë dhe kështu me radhë. Gjithsesi, faleminderit juve dhe si mesazhi i fundit ishi ne do të vazhdojmë të punojmë, do të ecim më gjatë, Dina do të ecë, jeta bashkimi e keni pa, do një artist, një humorist, një komedian jashtëzakonshëm, ashtu që jam shumë i kënaqur me gjithë stafin, me gjithë grupin, me gjithë publikun, me gjithë artistët, edhe ata si në një farë nuk janë profesional në punën e vet, por në shpirt e kanë gjithmonë artin, gjithmonë e kanë shpirt atë që quhet teatr. Ju falenderoj dhe juve, gjithë qytetarëve i dëshiroj shumë sukses dhe mirupafshim në shfaqjen e radhës. Aktorin nga Kosova, pjesë e kësaj shfaqje, u shpreh se eksperjenca e tij në Ulqin ka qenë të jetë e veçantë dhe frymëzuese. Ai theksoi se bashkëpunimi me trupën e teatrit Teuta ka qenë profesional dhe ngrohtë duke krijuar një atmosferë të afërt që është reflektuar edhe në skenë. Ishte një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë, është hera jam e parë që po marr pjesë me një shfaqje në teatrën e Ulqinit dhe pritja e publikut ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Kom pas pak frikë me një qytet tjetër, me një sallë kaq të madhe, të pas parasysh sa fjalë të mira më kanë thonë krejt ekipi për publikun e këtu. Është një lloj droje para se me u paraqit për tyre, po që është momentet e para u pa që publiku veç ashtu e pranu shfaqjen edhe ishte ndjenjë jashtëzakonisht e mirë. Detyra jonë si aktor është që me arsyetu rolin ton. Jam mundu maksimalisht me arsyetu rolin edhe gjendjen e tij shpirtërore, gjithçka që ka kaluar dhe që ka lënë gjatë shfaqjes. Rezultati është ai i cili e merr publiku dhe besoj që me ndihmën e Dinës dhe gjithë ekipit kemi mërime për një mesazh që shoqënia jonë nuk duhet me qenë paragjykuese ndaj secilit lloj, secilës grup shoqëror, ndoshta si shkon mira se me i nda, me i çujt grupe, po shpresoj që mesazhi te publiku ka shkuar dhe po besoj që po se fjalët e publikut në fund ishte jashtëzakonisht mira dhe pas që kanë kuptuar mesazhin e personazhit tam. E sheh veten përsëri në një rol në Ulqin? Patjetër se po kur ekziston ftesa, patjetër se do të vi shpresoj edhe me ndonjë projekt tjetër, ndoshta edhe me projektet mia që i kam në Kosovë, do t'i sill edhe këtu, po patjetër se po. Patjetër është ndjenjë jashtëzakonisht e mirë me punu me Dinën, me bashkimin, me jetën, me gjithë aktorët e tjerë që janë pjesë e këtij grupi të mrekullueshëm, kështu që po kam kaluar jashtëzakonisht mirë, më kam prit mirë, ndonse koha jam, periudha jam sa kam qenë këtu ka qenë më e shkurtë edhe shumë më e shkurtë puna se sa e aktorëve tjerë, se këta kanë bo shfaqjen edhe më herët, po mirëpritja e tyre më ka bo me kuptu që është një vend që dojnë artin edhe që mundesh me kriju diçka të bukur, edhe po shpresoj edhe po uroj që kemi. Buongiorno dëshmon vazhdimsinë dhe përkushtimin e trupës së teatrit Teuta si dhe dashurinë e publikut për teatrin, duke e kthyer këtë komedi në përvojë të veçantë skenike që vazhdon të jetojë dhe të pëlqehet edhe pas një viti rikthimi.